Të dashurit e me, vëllezër dhe ju motra, jemi në gjuman e radhës e që janë bërë mbi një muaj e më shumë, duke fol për unitetin dhe gjërat që po na i prishin unitetin. Po na i prishin unitetin këtij popullit të qeltërt, të pastërt, që i kam mbajt vlerat me fanatizmin më të madh, që armiku shekullor me gjithë forcën e tij që e kishte të shtrirë në vendin ton, nuk mundi me na thy unitetin ton. E sot, për një interes personal, për një përfitim personal, për diçka që ngritët individi, po e shkatron unitetin, jo vetëm të familjes, mirë po edhe të shoqërisë e më gjërë. Sot do të flasmi për një element që na i prish unitetin, aja është zilia, është inati, është smira, është që nuk po ju gëzohemi suksesit tjetrit, është që nuk po doj me pa tjetrin mirë, është kjo dukuri negative që buran nga thellësia e zemrës dhe del përmes gjuhës e përmes syve, që po i shkatron bizneset, po i shkatron familjet dhe po i shkatron shoqërien. Andaj dashurit e mi, është kjo smundje shumë e rrezikshme e zemrës, sepse zilia është smundje e zemrës, e cila po e dëmton individin, po e përçon familjen dhe po e shkatron shoqërinë. Zilia inati, kjo sëmundje që po e djeg shpirtin, po e mjegullon mendjen dhe po e prish çdo raport të shëndosh në mes njerëzve. Zilia po i prish raportet në mes vëllezërve, në mes fqinjeve, në mes shokëve dhe në mes bashkëpunëtorëve. Zilia po e ndal zhvillimin ton, po e pengon bashkëpunimin ton dhe po largon prej unitetit njerëzit që ky unitet na vdohet për sukseset në të ardhmen ton. Zilia nuk po na lën të avancohemi, nuk po na lejon të përparojmë, nuk po na lejon të ndërtojmë vetën, familjen, shoqërinë, të zhvillojmë vendin ton. Zilia nuk po na lejon me ju gëzu të mirës të askujt, edhe të atij që e kemi në palc në njëjtit gjak. Zilia po e zben pozitën e njerëzve të mirë. Po e zben zilia pozitën e njerëzve të mirë. Zilia po e ul vlerën e punëve të mira. Punë të mira sa dush, zilia e ul, nuk i jep bereqet. Zilia shumë e shuan ndjenjen e mirësisë ndaj njerëzve. Nëse don me pas dashamirësi me njerëz, e zhvillon vetëm kur ta largosh zilin. Sot ta kesh zilin, nuk ka mundësi me pas dashamirësi për të tjerët. Zilia është flok e fshehur që fillimisht djeg zemrën e atij që e mbart. Pastaj kalon tek familja dhe pastaj shkatron unitetin e shoqërisë. Domin më të madh që ja shkakton zilia, ja shkakton atij personit që e bart. Zilia është pengesë për një besim të shëndosh. Të gjithë po dojmë me pas besimin e shëndosh, të mirë, të qëndrueshëm. Pse nuk po avancohet besimi? Pse nuk po është stabil besimi? Se në zemër ka indikacione të mëdha të zilis, të smirës, të inatit. Zilia është pengesë për një vllazëri dhe bashkim të mirëfillt.
është pengesë kryesore. Për këtë profeti Muhammed alayhi salatu wassalam thajke, në zemrën e besimtarit nuk bashkohen dy gjëra. Nuk ka mundësi mu bashku edhe besimi edhe zilia. S'rrin bashk ato. Ose zemra du të më konë me besim të pastërt, ose me zili. Të dyjat nuk rrin do thët zbashku. Po gjëfënde, na shomi edhe besimtar që janë ziliqar. Po, mirë, po këtu është fjala për një zili që nuk ka depërtu në karakterin dhe në identitetin e besimtarit. Për që të zili jemi të full. Se na jemi njerëz, jemi të dopt dhe mundodh që kemi zili apo shprejmi zili. Ama me bo me qenë pjesë e karakterit edhe të identitetit, këtu është do thot problematika shumë e madhe që besimi i njeriut nuk është në rregull. Profeti Muhammed alayhi salatu wassalam thëjke, zilia është bresk. Thëjke jo bresk që t'i ruan flokët, por bresk që t'a rrezon, t'a rrezikon fejen. Subhanallah. Zilia është shumë e rrezikshme, ta vën në pikpyetje besimin në Zotin xhalla shanuhu e xhalla xhelaluhu. Pastaj thëjke, zilia dhe smira është dëshirë për të parë çka është zilia. Zilia është dëshirë për të parë të mirat dhe privilegjet e tjetrit e dikujt që të shuhen përfundimisht. Kush është ziliqar? Ai njeri i cili e shani të mirë të tjetri. Me kont shkatërrohet, me kont shuhet, me kont ju largohet. Kjo është do të thotë zili. Zilia pozitive është kur ti lutesh dhe punon për të arritur nivelin e privilegjeve që ka arritur dikush tjetër, ama pa e privu tjetrin. Zili pozitive du të me pas. Si arriti këtë deri këto? Me pun. Edhe na ti përvjelmi mangët, edhe me pun t'ja kalojmë bile atina. Edhe këtë du t'a posedoj besimtari. Si arriti këtë në këtë shkollë në aspektin intelektual, me mësim, me lexim, me pun, me angazhim. Edhe na, nëse ai ka lexu 5 orë në ditë, na lexojmë 10 orë në ditë. Lejohet kjo, për me ja kalu atina. Çka? Edhe me përfitu edhe ti edhe masa. Profeti Muhammed alayhi salatu wassalam po qëndron me shokët e vet në mexhles. Dhe tha, tash ka me hy një njeri që është prej banorëve të xhenetit. Hyri një person, mirë po masës ju duk, njeri i thjesht. Në ditën e dytë në mexhles, tash ka me hy një njeri i cili është prej banorëve të xhenetit. Përsëri hy një njëjti njeri. Edhe në tretën ditë përsëri. E Abdullah ibn Omeri, djali i Omerit, tha pa i shku këti në shtëpi me nejt me ta. 3 ditë nuk e la. Ta këshyri çka po punon në burr. Tha ju falke, bile tha unë edhe ma shumë u falsha. Aja agjerajke 1 ditë edhe unë agjerajsha 2 ditë. Agjerajsha. Sa do këtë gjitha, 3 ditë i thash o burr, se zakon ka qenë. Edhe te populli jonë, mësafirin 3 ditë nuk e ka pyet për çka ke ardhë. Në 3 ditë kam fillu për çka e ardhë. Sot si ti ban 1 orë, thot çfarë punë ke ardhë, po kupton se s'po kem kohë në telefon, Thot unë e kom ardhë për një qëllim, më të po çfarë punë ke bo, që ti baj edhe une, e le të më thot edhe Muhammed Mustafa, e le të më garanton se ti e gjenet li. Tha unë e pash që punët e njejta, a i po i thot, jo valla, thot ti po bajsh edhe ma shumë se une. Tha po nuk e di. Tha po unë e bëj një punë, gjithherë kur shkoj me ranë shtratin e gjumit, tham, o Zot, pastro e zemrën teme, nga hilet, nga zilit, që mos të kem ndaj as kujt, dhe kur zgjohem, o Zot, zgjohem me këtë zemër të pastër,
duke mos pas hile, zili i natë, ndaj askujt. Tha e thuti që do, ja, vëlla këto. Bile njerë kur ja sugjerejsh anjani të në këto, tha hush, ma ka plas zemrën, s'muj mu lutë për ta korë. Zemrat e tona rregullohen e prishën mbrenda kësaj soazës tjetës tonë. Mirë, po për me fitu xhenetin e Zotit Dhul Xhelal dhe për më na begatu Zoti me të mira në këtë botë, zemrat e tona do thot do t'i pastrojmë nga çdo indikacion i zilis. Hasan el Basri thejke, o biri Ademit, pse ke zili vllahun tënd? Për një privilegj, për një të mirë, Zoti ja ka dhuru atina. Zoti më këti ja ka dhuru këtë mirë. Pse po e ke zili ti këtë? Në moment që ta ke zili këtë, raporti yt me Zotit është në pikpyetje. Sa është në rregull? Për këtë historia e Jusufit a.s. është prej tregimeve më të fuqishme që tregon dëmin e zilis. Djem kalablak, ju vdoke djemve, ju vdoke se baba pa e dënë ma shumë Jusufin. E morën, e hodhën bunar, e mëtën njeriu. Nuk të mytë kur dën njeriu, vesh kur dën Zotit ta merr shpirtin. Kaloj një karavan edhe nxjerri nga bunari. E pastaj shkoj në Egjipt e u bë ministër i ekonomisë Hazreti Jusufi. Po interesantja është kur u njoftu me vllaznit e vet, mas shumë kohë, kur kishin shku në Egjipt, i pa vllaznit devëve u a kishin lidh kokën. Ka një thesja kishin vnu. Ju tha, sa ato se një, për çka? Tha, jemi njerëz të devotshëm, po kemi frikë se po e zgjat kokën, po han nga bari i këtij kojshiut. Tha, subhanallah. Po ju e keni myt vllahun e juj, e tash ju po kallzoni devotshmëri, po e zgjat kafsha kokën e po han nga bari. Qështu janë një pjesë edhe të fetarve sot, vallahi, ama mos ju kallzoni kujna jo. O burr, dën më të eliminun nga sipërfaqja e tokës. Ti ka bo 101.000 dredhina ti ka bo. 101.000 skenime dhe kurtha. Kur ta pash, mashallah, alhamdulillah, e ko marr burti. E ko marr burti se ti ngjason vllazëve të Hazreti Jusufit. E kanë myt vllahun, këneja ka frikën, hajvani jam mos pe ngron nai goj nga kojshia është haram. Këtil nuk duhemi me qenë të dashurit e mi. Për këtë duhemi të jemi të drejt. Se pa drejtësia na ka kaplu. E ligji edhe shiu e kapin edhe të drejtin edhe të pa drejtin. Ama shiu e lag vetëm të drejtin. A i dini pse? Se i pa drejti ja ka vjell qadrën. Shpesh qadrat e tona janë të vjedh. Shpesh janë të vjedhën. Për këtë arsye lagët i drejti. Ama ndosht se shiu na kanë mësu nanat e tona të rrit, na kanë thonën, ha? Ata shkrejta s'kan pas qadrë më na dhone të rrit shiu. Edhe na jemi rrit me këtë ndjen se vërtet, edhe në këtë kuptimin që jemi të fol, shiu ka më na rritën. Zilia dhe krejt në fond, zilia i shtyn njerëzit të flasin keq për tjetrin, të përhapin thashethanme, të ulin vlerën e tjetrit, të kundërshtojnë punët e dobishme, të përgojojnë të mirat, pse ata nuk kanë arrit dhe nuk kanë pas autoritet për mi bo, e pse i kanë bo do të thët të tjerët. Për këtë i Ibn Qayimi thët, ziliqari është i paknaqur me caktimin e Zotit. Është armik i mirësive dhe shkatërrues i vllazërisë. Nuk ka njeri më të padrejtë se sa ai që ka zili. Për një mirësi që tjetrit ja ka dhënë Zoti Dhul Xhelal. Ziliqarët e din të vërtetën. Vallahi e din të vërtetën. Por inati, për pozitën e tij, i shtyn të mohojnë dhe të përçojnë bashkësien.
Muhammed Mustafa në kejtë e ka njohë vallaj. Ja ka njohë autoritetin e ti, prejardhjen e ti, familjen, pastërtin, qëllimet, po nuk e ka ndasht o burë, se ka ndasht. Sëd, ty që të shojnë të mirë, që njerëzit kanë zilin dhe i tije, o vallaj ata të njohin tyje. A di pse të rejnë, ta din kapacitetin tanë, mundësin tanë, vizionin tanë, pastërtin tanë, për këtë arsye ata gjitha metodat e shejtanit, i përdorin për më deklasu, mos u ndal, vazhdo. Zilia po prish unitetin në mes vëllezërve, po prish familjet, nuk po mujnë me i përballu suksesit tjetrit, vëllëzni lloku o dashurit e mi. Familjarët nuk po mujnë me i përballu suksesit tjetrit. Po nëse ka vëlla jam, elhamdulillah, po kam edhe one mërë. Po du të mu krenu që ka. Po nëse ka kojshio jam, po du të mu krenu që one jam kojshio i tina. Po nëse është me një pozit dhe ka rrit kolegu jem, po du të mu krenu mërë burë, po na imi kolegi jemi. Kush koleg? Sot problemi është të kolegët, të ortak në biznes, në punë dhe çdo kund, hiç në zilin, nëse doni Zote me javështuan pasunin. Allahu na përdor për hajër dhe për të mirë, walhamdulillahi rabbil alamin.